Që tek tash lëvizja vetëvendosje e ka pas seriozisht që është në udhëkryq. Tek tash është ka bën përpjekjet maksimale që të lëviz drejt krijimit të institucionit ose të formimit të qeverisë. Mendoj që ajo ka hasë në pengesë të madhe që siç shihet derisa kanë qenë optimist vazhdimisht, tash shihet që nuk e kanë atë optimizmin e mëparëm dhe janë në hulumtim të vota tek deputetët e ndryshëm, thuja të gjitha partive. Nuk e shihni se deklarata më shumë politike ato që muaj më parë kishin thënë se i kemi numrat për qeveri dhe që tashmë duket të jetë paksa më ndryshe, spaku dhe nga deklaratat e Kurtit në Londër. Ata kanë besu që gjatë rrugëtimit ose gjatë kalimit kohës dikujt doj thejhe mendja ose doj gjenin dikën që është ma lojal dhe doja merrnin votën. Ato kanë mendu. Po, siç po shihet, ata i kanë pas këto shpresa dhe mendime të pabazuara dhe të pa argumentuara. Zoti Nura, deklaratat e Kurtit të dhëna ditëve të fundit në Londër kishin qenë pikërisht pra për pjesën e formimit të qeverisë dhe kishte thënë se nuk është kollaj të bëjë qeveria dhe të siguroheshin numrat. Madje kishte kritikuar edhe mjedisin politik që është krijuar në Kosovë, sigurisht duke e fajsuar opozitën. Si pat këto deklarata të Kurtit? Shqo, ne kemi pa gjatë gjithë këtyne viteve të qeverisjes të Albin Kurtit ose të lëvizjes vetëvendosje nuk kalon asnjë parti politike për pa fy, pa linçu, pa hudh gur e drumbi të. E kemi pa edhe gjatë fushatës dhe fushata lejohet deri diku në fushata zgjedhore që të përdorën disa terma nashta që në kushte normale nuk dohet të përdoreshin, po t'ju thush opozites hajvana, e t'i quish me termat ndryshme, po të thëmë drejtën tash si e mendon ai që mund t'i avyten hajvanat me dhonë mbështetje ose me dhonë krah. Edhe ajo është, po mendoj që ai tash është realisht ka ronë tuk, edhe është ka eshe që pushteti po ik, po rrshet nga duart. Edhe është në panik, mendoj që edhe këto 2 ditë e 3 sa i kanë mbet, ai do të bëj çmos që të përpiqet të kontrabandoj ose ta blej ndonjë deputet nëse ekziston do jakun. Pra, kështu e shihni si